Ditën e sotme, banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri janë surprizuar nga mesazhet e të afërmve dhe të dashurve të tyre. Kanë qenë fancat, miqt, familjarët apo partnerët e tyre të cilët u kanë dedikuar mesazhe të bukura banorëve. Por një mesazh ishte ai që mori të gjithë vëmendjen e banorëve, ku partneri i Danjës i kishte shkruar një mesazh asaj, që na duhet të themi se ajo u prek shumë. Gjatë mesazhit ai kishte sjellë dhe një këshill për Danjën, të cilës i thotë që të lexojë njerëzit si dhe të besojë vetëm në Zot. Danja ime ti, je forca e natyrës, perëndeshë e bukurisë dhe fituese e këtij edicioni. Lexoj njerëzit por beso vetëm në Zot. Zemra ime është e përsosur, sepse je ti në të, mos e harro kurrë. Jepi forca dhe më bëj krenar shpirt. Të pres fitimtare beba ime, shkruante partneri i Danjës në mesazhin e tij. O të vdesun, më ka marrë shumë malli, tha Danja e emocionuar dhe mjaft e përlotur.